طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek libri Umdatul Ahkam të Maktesiut. Në dersin e kaluar kemi folur kalimi para falsit namazit, dhe duhet me pas kujdes që momentin kur ti fal namaz me qit diçka përpara, sepse është rrezik me marr gjuna të madh, sepse ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur ta dinte se çfarë gjunahi merr, kishte me qëndru 40, ka thonë. 40 nuk e ka potencu 40 orë, 40 ditë, 40 muaj. Transmetuesi nuk pe din sa është. Mirë po edhe 40 minuta me qenë, shumë është, e lërë më shumë. Më thonë, aq ka rëndësi, aq është rreziku i madh mi dalë dikujt përpara, edhe mja nuk i prishet namazi, por se bëhet ma i dopta, po, ma zbehet namazi nëse del. Nëse del femna, është problem. Mundet mu prish namazi, që shkarë në hadithet pejgamberit alayhi wassalam. Dhe për atë arsye, kur jemi në xhami, duhet me gjetë një shtyllë, apo në i vend mu drejtu në drejtim që me marë sutre. Që kushdo që vjen ja qëtë dorën edhe i lufton me një aspekt e jek, për mos me dalë për para. Në mes sutres edhe mes vendit të sejdës. Për shembull, që kjo është sutrea atër që tu s'lejohet me kalu. Ndërsa, poshtë sutres lejohet me kalu. Pa lejohet brenda namaz të ukon, brenda safave me lëviz, me dis me hi, po lejohet, sepse imami, sutria imamit është për xhamatin. Dhe mbrapa ti lejohet me hi pas një problem. Për shembull është, sikur musliman tek një që nuk i bëjnë safat, nuk i shtrëngojnë mirë, e sheh që në vend të shprast lejohet një safa me hi edhe me hi në saf parë, dytë apo ku e diun në cilën saf. Sepse safi, sutria imamit është për xhamatin. Kur të jep selam, ka raste për shembull ti ish në rekatën e dytë. Edhe ti në fund nuk japësh selam, apo duhet më çu me fal edhe një rekat. Atëherë në këtë rast mo nuk ki sutre. Kur imami jep selam, mas imamit mo nuk ki sutre. Se ka kryer namazin. Atëherë duhet me shiku që qoftë mundesh edhe me hec disa hapa që mos mi pengu të tjerëve, apo edhe ata mos me pengu. E sonde i kemi për xhamin, për shëndetje xhamis. Po keni ndëgju, keni pa vllaznit kur të hinë xhami i falin 2 rekate para se mu ula, apo ose tu thirr ezani e përsërisin ezanin, fjalët e muezinit, dhe qëndrojnë në kom, nuk ulen në dysheme, nuk ulen në tokë, pa i falë 2 rekate. Dhe momentin kur thirr ezani, apo është duke u falë syneti, vetë ti duke falë synetin, hin në hukmin, hin në gjykimin e përshëndetjet xhamis, që nuk je ul pa i falë 2 rekate. Mes me dietarëve ka hilaf, mos marrveshje, është obligim apo është sunet? Disa kanë thonë është obligim, po si fale merr gjuna. Disa tjerë kanë thonë është sunet, është gjë e pëlqyme. Po se fale nuk ki gjuna. E vërteta është që është wajib, është obligim. Tash do të trajtoj me lenin Allah subhanahu wa taala. Ebu Qatada Harith ibn Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ka thënë: kur të hyjnë dokush nga ju në xhami, thot Muhamedi alayhi salam, që kur të hyjnë dokush në xhami, thot mos ulet pa i falur 2 rekate. Mos mu ul pa i falur 2 rekate. Qoftë ato 2 rekate që janë tamam për përshëndetje xhamis para ezanit që ke hi, qoftë kur të hinë kohën të i falë synetin, kjo hinë që shtam në hukmin e përshëndetjes xhamis. Kuptimi përgjithshëm i hadithit. Ditën e premte, ditën e xhumo, hadithi është në Buhari, thot hyri Sulejki në xhamin e pejgamberit alayhi wassalam. Dhe shikoni tash, Muhamedi alayhi wassalam ishte duke e dhënë hutben, duke ligjëruar hutben. Dhe dini që dëgjimi i ligjërimit është wajib, është obligim. Bile në ato momente s'lejohet vllajt ton me thonë hesht, me zo, sepse hub shpërblimin. Në ato momente po hin Sulejki edhe po ulet. Në xhumo, në kohën e hutbes. Pejgamberi sa penal hutben. Edhe pse është wajib. Penal hutben. Edhe pithet ja Sulejk,
A i fale, a u fale? Thot jo. Thot ngritu dhe fali 2 rekate. Me këtë hadith, dietarët e mëdhëbit Shafi kanë thonë që përshëndetja xhamis është obligim, sepse e nali hutbën dhe thot që fali 2 rekate. Sikur të kishte qenë thjesht një vepër e pëlqyer, a kishte më nal hutbën Muhamedi alayhis salam? Jo. Në para të arsye është wajib. Thot e urdhëroi të ngrihej të falte 2 rekate, pasi informoi se xhamia duhet të respektohet për këtë gjë. Mendimet e dietarëve tash, namazet që lidhen me shkaqe të caktuara. Çfarë po do të më thonë autori i librit me shkaqe të caktuara? Ka ku është ndaluar me fal. Gjatë lindjes diellit, mas namazit ikindis, kur është në zenit dielli, nuk lejohet mu fal. Këto janë kohë të ndaluara mu fal. Mirë po, nëse është namazi me shkak, me sebeb, të lejohet edhe në këto kohë mi fal. Për shembull, pak para perëndimit diellit, a lejohet me fal? S'lejohet, hadith ka që s'lejohet. Po mirë se ki fal ti i qindin, hala çfarë më botash? A din që disa për dietarëve kanë thonë, hadithi ka që s'lejohet mu fal, atëherë shtyp mas akşamit e fal namazin e qindis. I çti atë dietarë mendim. Që është gatim. Sebeb ki dha, sebeb. Për ikindis, deri në akşam që kjo është koha jote për me fal namazin e ikindis. Në ora 7, hini akşamit, deri në ora 7 lejohet me fal. Masele deri në fund dakikin e fundit. Po themi, nëse eventualisht s'ke pas kohë, tu kanë përzi punë, atëherë e fal domethënë namazin e ikindis para akşamit, edhe pse ka ndalesa në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe që kjo është fjala dietarëve, namazin me shkak. Mirë, në namazin me shkak, në këto ndalesa për mu fal, a hin edhe namazi për shëndetje xhamis? Hin. Edhe për shëndetje xhamis hin. Këto ndalesat kanë të bëjnë veç për du hajde se shtash për du mu fal. Atëherë s'lejohet. Në namazet me shkak, lejohet. Në namazet pa shkak, thjesht mu fal kështu, nuk lejohet në këto vakte. Ki vakte tjera sa dush, ko tjera për mu fal. Si shtam namazet që lidhen me shkaqe të caktuara, si për shembull përshëndetja xhamis. Namazi i eklipsit, të se din kur ndodh namazi i eklipsit, dielli edhe hona kur të zihen. Bëhet zi, midis ditës bëhet terr. Pejgamberi sa ka urdhëruar që mu fal në atë kohë derisa çfarë? Derisa të hiqet ajo koha e eklipsit. Sa është 15, 20, gjysë ore, sa 40 minuta, 1 orë, sa është, çaq mu fal namaz. Se do është hafizliet është mirë, me aktivizu dhe ata do të të mu fal. E tash shtërot pyetja, nëse që kjo eklips, po ndodh në ato kohë, kur është ndaluar mu fal, çish më ja votash? Atëherë ki shkak. E fal namazin e eklipsit, edhe në kohë ku e ka ndaluar Muhamedi sa mu fal. Pastaj thot namazi gjenazës, po ashtu namazi gjenazës. Në ato momente, për shembull mos ikindis, ta zon ka vdek mas drekës. Derisa ai bo hazër, u bo ikindia, kaloi ikindia para, jo kaloi, po është afru akşami, çfarë më bëam, mos më fala? Jo, valla po falim mas akşamit. Jo, e falim çat kohë, nuk ka asnjë problem. Dhe sa më shpejt, prej sunetit është me shpejtu varimin. Jo, për shembull ka vdek mas iqindis, kuta, çfarë më bë? Akşam çish më fal. Apo çish më çu xhamatin akşam, në akşam yatsi çaje varrose, po qoftë edhe mas yatsis. Suneti është sa më shpejt. Sidomos të na keqë është që ka dalë se e kam akraban tem apo djalin, çikën ku e diun, e kam në Evropë, edhe duhet mi prit ata për me varros. Jo, sa më shpejt që është e mundur duhet me varros, suneti thot kështu. Dhe jo me prit dikonin, apo 24 orë derisa të vjen. Pastaj thot, apo namazi që ka dalë koha, a mund të falë në kohët e ndaluara? Dietarët e mëthebit Hanefi, Maliki dhe Hanbeli thënë jo. Këta thënë jo, s'lejohet. Pse se ndalesa ka ardhur? Dhe është një rregull i fikut vllazërimane në mend, ndalesa ka përparësi ndaj lejesës. Shikoni tash. Ndalesa ka përparësi karshi urdhrit. Nëse urdhri vjen dhe ndalesa është i jepet përparësi ndalesës. Po në këtë rast kemi hadith na. Kemi hadith. Cili është hadithi? Hadithi i xumës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta ndërpret xumën. Edhe pi thot ngritu dhe fali 2 rekate. Përderisa kemi hadithin atëherë ky
kjo rregull apo ka përjashtime. Dietarët e mëthebit, si shtam kanë thonë, jo, ata argumentojnë me hadithe që i ndalojnë ato, si për shembull, s'ka namaz, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pas faljes së sabat derisa të lind dielli. S'ka namaz pas ikindis derisa të perëndoj dielli. Në 3 kohë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ndalonte të faleshim. Nuk lejohet mu fal. Vetëm edhe një dobi, përveç me një hadith ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ky është sunnet i harruar, që e cekë dhe Shekh Albani, që mas i këndis mi falë 2 rekate sunnet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tankoni ka falë. 2 rekate sunnet. Për post 4 shit për para, edhe 2 si kur drekën gjësh falësh. Normalisht nuk është i fort, po është sunnet, është vepër e mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur se kalon këta? Çdo herë i ka falë mas i këndis 2 rekate. E ka bërë dhikrën, mas dhikrit i ka falë edhe 2 rekate. Më thonë, është mirë me i falë. Pastaj thot Imam Shafiu, Imam Ahmedin në transmetim tjetër, të cilën e zgjodhi Ibn Taymija dhe një grup dietarësh, lejohet falja namazit në kohët e ndaluara dhe një veprim i tillë s'është i rryer, kanë thonë. Domthonë pjesa tjetër e ulemave, një pjesë, kanë thonë që nuk është mekruh, është e lejuar më fal sepse tham shkak ka. Nëse ka shkak, lejohet më fal. Kush flet, thot për këtë argument kemi këtë hadith, thot kush flet, pa e falur vitrin, ose haron atë, le ta fal kur ta kujtoj. Disa kanë thonë, nëse të zë gjumi, s'ka dalë gjumi, për vetë se gjatë kohës lindjes diellit. Ajo është koha jote, ti duhet më fal gjatë moment. Disa kanë thonë, përdesa është ndalesë, atëre shtym pak. Pse se hadithi çfarë thot? Momenti thot kur të kujtohet, falu. Në çat moment falu. Haron njeri. Sidomos na për shembull që e falim në xhami namazin, ka raste për shembull në herë nuk e falim në xhami për një punë caktuar, haron yacin për shembull. Haron e shtym 11 e gjys. Dalë më se kum falun yacin. Se realisht e falim në yacin në xhami. Dhe harrojmë subhanallahu. Në momentin kur na kujtohet, duhet me fal me lenin Allah subhanahu wa taala. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me të vërtetë dielli dhe hëna janë 2 shenja, mrekulli prej mrekullive të Allahut. Kur ti shihni ato të eklipsuara, faluni. E çka eklipsi kur bëhet, që shtam nëse bëhet në kohët e ndaluara, mu fal, po, duhet më fal. Nëse ndalojmë faljen e namazeve të lidhura me shkaqe të caktuara, atëherë ne kemi lënë të punuarit me argumente të cilët nxjisen faljen e tyre. Gjithashtu kanë argumente të sakta që vërtetojnë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar për faljen e 2 rekate për shëndetjen e xhamisë që fut në kohën e ligjëratës. Tham, hutbia me dëgju vllazni është obligim, është wajib, edhe duhet më mësu vllaznin, duhet më mësu xhamatlit, edhe duhet më mësu ata që janë xhumaxhi, që falin xhumo, mos ta hupin shpërblimin e dëgjimit hutbes, duke i thënë vllajt vet xhamatit tjetër shuj fal muhabet këshur telefon, nuk bën se e hub shpërblimin. Mirë, po në kësi raste, Muhamedi sallallahu ka lejuar, ka fol dhe thot me xhamatliun. Përsa i përket hadithit i Ibn Omerit, mos zgjidhni për namazin tuaj si kohë falje e lindjen e diellit, as perëndimin e tij, ka ardhur për namazet vullnetare, nafilen përgjithësi, dhe ato nuk lejon si shtam. Çka përfitojmë nga ky hadith? Ligjësimi namazit të përshëndetjes xhamis për atë që hyn. Dietarët e mëdhëbit Dhahiri thotë se ky namaz është wajib, duke u nisur nga hadithi që e shqyrtuan. Po ashtu përgjithësia e hadithit konkludon ligjësimin e faljes këtij namazi për çdo kujt që hyn në xhami, qoftë edhe në kohët e ndaluara. Qoftë edhe në kohët e ndaluara të lejohet më fal. Pikë tjetër e kemi ndalimin të folurit në namaz. Ka hadithe që në fillim kur është bërë obligim namazi, sahabët kanë fol namaz. Allahu Ekber, ka i diku selam aleikum, aleikum selam. Qysh je mirë, elhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Vjen tjetër, selam aleikum, aleikum selam, vëlla, si e mirë, si kalove sot, prap vazhdo. Kanë fol në fillim, derisa ka ndalesa. Është abrogu, është anulu. Zeid ibn al-Arqam radiyallahu anhu thot, flisni në namaz. I fliste në namaz në ndonjëri prej ne shokut që kishte në krafët, derisa zbriti ajeti. A di që ka pas sahabi që kanë qenë të mpim dhe në konë namaz. Se s'ka ardhë ndalesa e alkoolit nuk ka ardhë një herë, po?
Ka në fund, njerë duke I tregu të këqia. Për në fund ka thonë, lene. Edhe ka pas që kanë pi edhe kanë dalë bile edhe imam. Apo, pastaj thot çka derisa zbriti ajeti, thot flisnim namaz të ukon, flisnim derisa zbriti ajeti. Cili ajet? Thot dhe jeni ndaj Allahut të bindur. Çka ajet ka bërë që Muhamedi alayhi salam me komentu dhe me ju thonë që nuk lejohet më fal, kur falësh nuk lejohet me fol. Nëpërmjet të cilët u urdhruam të heshtim dhe na u ndalua të folurit. Kuptimi I përgjithshëm thot Zeid ibn al-Arqam tregon se muslimanët në fillim të Islamit flisnin në namaz aq sa kishin nevojë me ata që kishin pranë. Dhe profeti alayhi salam I dëgjonte edhe nuk I çortonte. Nuk I thoshte mos flisni, se s'kishte argument. Momentin kur zbriti argumenti, atëherë I ndaloi. Në namaz njeriu I drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Namaz vllazni e keni lloj monologu, e keni lloj bisede me Allahun subhanahu wa taala. Kur ti thu Allahu akbar, Allah subhanahu wa taala e drejton fytyrën e tij ka te. Si qysh tek sa miliard njerëz falen, ty s'të intereson. E rëndësishme ai drejtohet ka te. Derisa te nuk e kthen djathtë dhe në të majt. Si të fillon me kthy jashtë vendit sejdës, Allah subhanahu wa taala e hek çka? E hek fytyrën e tij të bekuar nga shikimi që ta bën ty. Andaj përqendron namaz, mos çon djathtë të shmajt, mos bën lëvizje të tepruara se ta hub shpërblimin tek Allah subhanahu wa taala. Sepse kjo është të folurit me Allahun. Ti ke dal para Allahut subhanahu wa taala, para shefit kur del, para një drejtori, edhe rrin diqysh me maturi, me qetësirin dhe mendohesh mu sjell mirë me drejtorin, e lërë mu me Allahun subhanahu wa taala. Thot, në namaz njeriu I drejtohet Allahut dhe të folurit me njerëzit e preokupon nga monologu me Zotin e botrave normalisht. Kur ti thua Allahu Ekber dhe je duke menduar për Allahun subhanahu wa taala, momentin kur flet, të hub ai monolog që ti po e bën me Allahun subhanahu wa taala. Mendimet e dietarëve, të gjithë dietarët pa preashtim, thonë se të folurit me qëllim dhe jo në dobit namazit e prish namazin. E prish me qëllim, nëse flet, të prishet namazin. A I prishet ati që harron tash? Harron. Mirë, nëse jenë namaz për shembull, edhe vjen dikush jep selam. A lejohet me kthy selamin? Jo. Po çfarë forme lejohet? Me dorë vllazni. Çush je çështot? Vjen dikush selam aleikum, veç e bën kështu që. Aleikum selam me gjuhë nuk thu, veç me dorë ja bën. Jep shenjtë, më thon që ta ktheva selamin. Mirë, po a I prishet tash namazin nëse harron me fol? Thot, apo nuk e di gjykimin që mund m'ia prish? Se din që ja prish namazin, flet. Apo që e detyrojnë të flas, ose që e zë gjumin namaz, ka. Mos u çuditni, që ka dikunin e zë gjumi dhe namaz e zë gjumi. Në moment të ronë sejdë, sidomos namaz të ravis, ku ta zhvesh prap, që është trullohet qohet nëse prap. Ka se lodhë, të vëdan. Thot, apo ai që flet në dobit faljes, dietarët me thebit Hambeli, thonë se namazi gjithë këtyre është I prishur. Duke argumentuar me hadithin e kapitullit, si dhe një hadithi tjetër, para se të emigronim për në Etiopi, I jepnim selam pejgamberit alayhi salam, I cili na e kthente duke qenë në namaz. Që ka qenë kjo. E lejuar në fillim. Ka thonë selam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të kon namaz. Thot, pasi u kthyen nga Nexhashiu, I jepnin selam qështam, I tha më I dërguar e Allahut, ne më parë të jepnin selam dhe ti na ktheje. Thot, tha profeti alayhi salam, me të vërtet namazi është preokupim me lexim Kur'ani, përmendje dhe lutje, monolog me Allahun. Pra këto nuk janë të vetme argumente, ka shumë të tilla që s'mund t'i përmendim. Domethënë derogimi, anulimi asaj dispozite. Dy imamët Maliku dhe Shafiu thonë se namazi është I sakt ai që nuk e di gjykimin. Normalisht nëse nuk e din, nëse haron, Allahu I fal njerëzit. Nëse bën me qëllim, prishet namazi. Nëse nuk e bën me qëllim, nuk prishet namazi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Gabon, ngatrohet për një moment, I del një fjalë pi gojës, pa dashje, këtij nuk I prishet sipas mendimit më të saktë të dietarëve.
Këtë mendim e përka dhe Imam Ahmeti në disa transmetime e ka përgjat edhe Sheikhul Islam Ibn Taymije. Ky grup dietarësh bazon në argumente të qarta e të forta. Një hadith është transmetohet nga Muawiya ibn al-Hakam që gjendet tek Muslimi. Ndërkohë që ky po falte me Muhamedit, po falte namazin me Muhamedin alayhis salatu wassalam. Dhe çfarë një burr nga të pranishmit namaz të ukon, tha të shtiu. Edhe pasi që të shtiu, ky i tha yerhamukallah. Të ukon namaz. Të shtiu, hap shërmak. Dhe ilmi. Të shtiu, masi që të shtiu, të ukon namaz, pi thënë yerhamukallah. Sahabët tash u çuditën edhe bën disa veprime duke i mshu, në më thonë të kumve, apo duke i këqyr shtrand me një aspekt që nalo. Ky po vazhdon halo. Derisa e vreti që sahabët u nervozuan apo dëshin mi tregu që mos fal më shumë. Edhe u nal. Muawiya ibn al-Hakam. Thot pastaj, thash, ç'keni që më shihni? Filluan të binin kofshëve në duar. S'kishim mundësi të më mbyllnin gojen, por unë pushova. Kur e përfundoi pejgamberi alayhis salatu wassalam namazin, tha, me të vërtet ky është namaz, i tha, dhe nuk bën të flasësh me fjalë të njerëzve, në të fjalë njerëzish. Vlen për të theksuar se pejgamberi sa nuk e urdhnoi me çka, me përsërit namazin. Kështu kemi të bëjmë në argumentin që nga harresa, nga gabimi, nga mosdia, Allah subhanahu wa ta'ala nuk të merr në përgjithësi. Dhe Muhamedi alayhis salam çfarë i tha? Veç e mësoj. E mësoj, por në fund nuk i tha çuhet dhe përsëritë namazin. Sikur atij personit të cilit i tha ti nuk je falur. Kur hini ai personi u fal shpejt, u fal atë shumë, edhe i tha 3 herë ti nuk je falur, tha. U fal një herë, erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha ti nuk je falur, shko dhe një herë falo. U fal dytën herë. Prapi tha, ti tha nuk je falur. 3 herë çështu me rand. Deri sa më thonë tha ja Rasulullah për këti. Në një hadith tjetër thotë sikur kishte vdekur në këtë gjendje ky person. Kishte me vdekur larg rrugës të ummetit Muhamedit alayhis salatu wassalam. Më thonë shpejtësia në namaz. Ndërsa janë falur ummetit tim gabimet e kryera pa dashje ose në harres ose kur i detyrojnë me forcë. Thot argumente kemi hadithi kapitullit bën fjalë për atë që flet me qëllim dhe e di që është haram të kolliturit, tash qarët, rënkimi me kollit, me kajt, rënkimi, vajtimi me kuj, thot a lejon namaz, disa dietarë si Imam Ahmeti, Shafiu thonë se namazi prishet. Mjafton të dalin 2 shkronja prej gjuhës. Si dalin 2 shkronja kanë thonë që prishet namazi jashtë ajeteve kuranore dhe haditheve dhe sunetit pejgamberit sallallahu që i citojmë në namaz. Nëse nuk formsohen 2 shkronja ose kur të qarët me ngashërim, vjen si shkak i frikës Allahut, sepse na jemi njerëz vëllazë. Në ato momente për shembull kur të lexon dikush Kur'an e ka zonën e bukur dhe janë ajetet e xhenemit, ajetet e xhenetit, ajetet në përgjithësi të dënimit, njeriu çon apo tash që kjo e çajt me a e prish namazin apo nuk e prish? Thot, të kjo dini, Sheikhul Islam Ibn Taymija, thot se çka përmend në lart nuk e prishin namazin dhe ndalshin 2 shkronja sepse ato nuk ndërfuten tek fjalët e s'ka se si të krahasohen me to. Edhe nëse çan, nuk prishet namazin e lejen Allahu subhanahu wa taala. Në transmetim tjetër Imam Maliku dhe Imam Ahmedi thotë se nuk prishet namazi duke bazuar në hadithin transmetuar nga Aliu, hyra tek pejgamberi alayhis salam 2 herë natën dhe ditën, kur hyja e gjeja namaz duke kollitej dhe nuk prishej namazi. Transmeton Ahmedi dhe Ibn Majah. Çka përfitojmë nga ky hadith? Nga ky hadith përfitojmë të folurit në namaz për atë sa kishin nevojë ishte lejuar në fillimet e Islamit. Do të thonë manen mend të si përfitim i përgjithshëm, si konkluz, themi që në fillim ka qenë i lejuar biseda, namaz, tu fol, selam, ka kthy Muhamedi alayhis salam. Pastaj është ndalu dhe më nuk lejohet me e fol me qëllim sepse të prishet namazi. Dhe nuk lejohet me marr argumentin e parë atje
Me thonë që ka folë valla Muhamedi s.a.s. Ka folë, po ta ka ndalu më ndej. Jo si kur shiat, për shembull që e ka një qam muta. Në fillim ka qenë lejuar një qam muta vëllëzni. Një qam muta ka qenë lejuar në fillim. Pastaj e ka ndalu, është ndalu. Feja e ka ndalu. Ty nuk lejohet ma me marë fillimin. Nuk lejohet me marë sepse ki haram tek Allahu subhanahu wa taala. Ndalimi të folurit me qëllim në namaz pas zbritjes ajetit. Ka zbrit ajeti, surën Bekare, thotë dhe jeni ndaj Allahut të bindur, u kry më puna. Nuk lejohet me bisedu. Të folurit e prish namazin, abrogimi apo anulimi i dispozitës. Hadithi 109, Abdullah ibn Omer dhe Ebu Hurera radiallahu anhu thot, pejgamberi a.s. ka thonë, kur të shtohet të nxehtit, bëhet nxeht shumë, sidomos tek ne bëhet nxeht, edhe në botën arabe normalisht, në shkretin, thot kur të shtohet nxehtit, vënojemi, thot namazin derisa të ftohet moti. Koha drekës është fjala. Koha drekës nxehti madh, thot shtyne ka i kindia. Shtyne ka i kindia. Sepse të nxehtit e madh vjen nga shpërndarja grahmës dhe vlimit të xhenemit. E dini hadithin e pejgamberit alayhi salam që xhenemi 2 herë në vjet merr frym, apo merr frym, kërkon prej Allahut subhanahu wa taala, i thot ja Rab, unë pe ha veten. Kur është dilli i madh, nxehti i madh kur është, çatëherë Allahu subhanahu wa taala lejon që xhenemi të marr frym. Dhe çaja frym del dhe bëhet nxehti i madh këtu në vendin ton, domethënë në botën të një. Bëhet nxehtë. Por edhe kundërta, kur është ftofti i madh, acari i madh, Allah subhanahu wa taala lejon xhenemin që më marr frym, sepse ka xhenem edhe të ftoftë, nuk është vetëm xhenemi i zjarrt. Edhe të ftoftë janë 2 lloj të xhenemit. Bukur. Tash kuptimi i përgjithshëm, thelbi dhe esenca e namazit, çka është vllazni? Mu përqendru me pas knatësi gjatë namazit, apo a e keni vrit për shembull? Kur shkon në disa xhamia, klimat janë prezente, për shkak të një plaku i nalin klimat. Po të hub koncentrimin e vllatit në namaz. Ti po shkon më koncentruat në namaz, me adhuru Allah subhanahu wa taala. Dirë se dalin kështu, edhe të shkon menja, shejtani thot hajde më shpejt me kry namazin me ik. Kliman e kjo valla, s'po mundesh me bajt për një person na s'mundem me sakrifiku këtë xhamatin aty në xhami. Je smut në shtëpi, mos e fal namazin në xhami, çka kam me të bon aty. Këtë aty mileti xhamati është, për një plak na duhet tash me nal kliman. Plus asaj, edhe nalim klima, ai plus e ka edhe sakon e ka. Këmish, ku e dione, dhe më thonë, si lloj jahne e ka. Tash mos del, çfarë do të bëj? Tjerëve pja aprish koncentrimin, vllaje. Tjerëve pja aprish koncentrimin, sepse namazi është me përqendrim. Namazi kur bjen sejdë, me lut Allah subhanahu wa taala, mu knaq, me pas qef që mu zgjot, mos mu shkurtu namazi. Kjo është qëllimi i namazit. Thot përqendrimi, vigjilenca e zemrës, për këtë falsi i namazit këshillohet që para se të filloj këtë adhurim, ti largoj gjërat që e preokupojnë dhe të angazhohet me çka i mundson përqendrimin gjatë falës. Gjitha mjetet me i bë. Apo? Edhe pse po thot Muhamedi alayhi salam që kur bëhet nxehtë, shtyne. Sepse nuk jeni të vëmendshëm. Apo nuk mund të qeni, nuk mundi me qenë të koncentrueshëm. Koncentrimin s'mundi me pas gjatë namazit. Në këtë mënyrë feja në shtimin e të nxehtit lexon volimin e namazit që moti të ftohet pak a shumë drejt i qindis. Apo ky është një lehtësim i madh. Sanani thot nga hadithi e Buhariut i nxjerrë nga Buhariu dhe Muslimi. Thot ishim në udhtim me pejgamberin alayhis salam. Dhe thot muezini u bë gati të thriste ezanin e drekës. Ishim në udhtim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe u thirr, edhe muezini donte ta thriste drekën. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "A uftoh koha?" I tha, "A uftoh?" Kishte një dreka. Tha, "A uftoh koha?" Pas një intervali kohor muezini u bë gati prap me thirr ezanin. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Prit sa të ftohet koha." Me shtytë më thënë. Prit sa të ftohet koha, vazhduan kështu derisa kodrat filluan të bënin hije. Dhe u ftoh pak koha, u bë pak ma ftoft dhe pastaj
u falen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dispozita është lidhur ngushtë me shkakun, sa herë që të bëj nxehtë, atëherë do ta vonojmë namazin dhe kjo është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shtropitja, nëse me një vend tjetër nuk është nxehtë, atëherë a hin ky shkaku me vazhdu me shty jo. Shtropitja, ky shkak. Për çka bëhet kjo? Për shkak një shkaku. E që ky shkak nëse nuk gjendet, në vetët tona nuk është nxehtë. Atëherë vazhdon e fal, nuk ka asnjë problem. Nuk ki nevojë me shty. E shtyn vetëm kur është nxehtë, sepse shkakun po ta tregon Muhamedi alayhi salatu wassalam. Hadithi i fundit për sonte është hadithi 110. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thot, falishim me pejgamberin alayhi salatu wassalam në pikun e vapës madhe, kur ndonjëri prej nesh smundej ta vinte ballin tok, shtronte thot rrobën e vet dhe bënte sejdë mbi ta. Kur e kishte shumë nxehtë apo tokën, atër qitë diçka aty që mos t'i digjej balli, se nxehtë subhanallah. Subhanallah është mirësia Allah subhanahu wa taala, ata që kanë shku në umre në hax, e din edhe Baca Ismet, a i ki patu plakat Baca Ismet që shën të flatshme, direkt i bjen dili. Dhe në plakat, mes plakave, diçka që ka qitë një lloj, ka për diune, më thonë malteri, apo çka është ajo fuga, ku e diune, që ajo fuga valë është nxehtë. Dërsa plakat e mëdha këtë janë të flatshme. Edhe këto mesadi, ose në Greqi, ose në Maqedoni kanë marrë qëtë, në Greqi e kanë marrë. Allah subhanahu wa taala në to ka dzeje të ndryshme, subhanallah. Edhe paramendo plaka, sa janë të morë, këtë është plakë. Merret i plakat tona, këto që nuk janë sikur në Greqi që i kanë marrë, kur t'i bjerë dilli, çka bëhet plaka? Saç vetë bëhet, saç. Sun hecnë për ato. Kur të shkoni në Qabe, i shihni të flatshme. A dilli përvlus është dilli. Ato janë të flatshme. Hec pas një problem me kom kështu pa papuçe. Dhe thonë Allah subhanahu wa taala për çdo dzeje, për çdo gjë që ka të nevojitit i kalon. I kuptoi kush apo i mohoi. I pohoi apo i mohoi. Thot, ditët e nxehta, pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte zakon ta falte namazin e drekës me shokët e vet, atëherë kur temperatura tokës ishte ende e lartë, kjo gjë i çonte shumë namazlit të shtronin rrobat në tokë e të bënin sejdë. Tash këtu disa prej dietarëve kanë thonë, ka një lloj kontradikte, apo? So falte kur ishte toka e nxehtë dhe çfarë? Sahabet vendosnin diçka, apo prej rrobës që mos me u djeg, apo në anën tjetër, po thot Muhamedi s.a.s. me shty kohën e namazit. Çish më ia bë këto? Disa prej dietarëve për me i bashku këto dy hadithe, çka kanë thonë? Kjo është që në drek është nxehtë, deri në qendër është nxehtë, për shkak të kohës së nxehtë. Dhe kanë mbet akoma nxehtë, kanë mbet në ato vende, në vendet ku i vendosin sejdë dhe kështu mblidhen me lejen e Allahut subhanahu wa taala hadithet në mes vete, koha që falte pejgamberi sa dhe shokët e tij namazin e tregës në ditët e nxehta ishte pas rënies së vapës së madhe, por nxehtësia e tokës ishte ende e lartë deri në takimin e radhës me falja namazeve që kanë kaluar dhe përshpejtimi i tyre, apo kazaja që i themi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.